Mirë se vini në podcastin Flas çka du. Sot me mu është një fizioterapeut, Altin Berisha. E kam shok kam pas takime shumë interesant me ta. Pa ta lëndu në kom edhe nuk disha qysh mja bo rrugës se pash një fizioterapeut edhe hinan edhe veta thashe e vrova komën. Çka me bo me ta edhe mirë se erdhe Altin. Mirë se u gjeta. Edhe qysh më nimove për komën edhe për 2 ditë unë nuk besojsha që më vjen koma në veti. Edhe shpesh mundet m'ju ndodh njerëz Altin me pas kësi lëvizje të komës, si thymje, me muzatet dika, edhe mu lëndu. Edhe nuk e din që do të më arte te fizioterapeuti. Po ka shumë raste që vinë kësaj. Po problemet është tek pjesa e këpucave, që shumica janë trafshta, edhe lëvizjet jo praktike shkojnë deri te zgjatja e muskujve ose zgjatja e nytimeve ose pjesës të komës ku shkakton dhimbje, ajtje. Edhe e bëm parahat shumë komën me kon. Realisht këtë të ndodhë në për rrugë, në për qyshet që po kena shumë hapsina, për shamë të në koma dhe po të kove të fundit është të pas shumë problem njerëz me nervin sciatik dhe ka vjen qysh vjen si problem, çka është puna, pse na ndodh neve me pas atë simptom. Altin do ashta me të pyet për punën tamam kështu me specifiku punën e nervit sciatik, çka qysh vjen edhe çka është problemi i tij, me më tregu tamam me detaje. Te boshti kurrizor, te konozat e fundit, kryesisht në nozat L3, L4, L4, L5, L5 S1, shfaqet hernia diskale për shkak të pozitës edhe shumë faktorëve të tjerë që shkaktojnë komprimim të rrënjës nervore. Te pjesa e vertebrave, për shkak të kolonës edhe të faktorëve të jashtëm që shfaqen, kolonat e vertebrave, kur të afrohen njëna me tjetrën, atëherë në mes tyre është një farë disku kisha me qujt intervertebral, që mundësën ajo është si amortizator i boshtit kurrizor. Në momentin kur afrohen ato njëna me tjetrën, disku del jashtë edhe bën presion në nerv, që është nervi sciatik ose nervi më i gjatë trup. Edhe në këtë moment krijon pirje ose dhimbje përgjatë komës. Edhe problemet që janë zakonisht që shfaqen te na janë që duhet mi dallu janë radikulopati edhe probleme biomekanike. Do të thonë hernia diskale është problem që trajtohet në mënyrë mekanike. Po sa përket dëmtimit të nervit, është problem radikulopatik, do të thonë dëmtim i rrënjës nervore, që trajtohet me ushtrime specifike që bëhen për lirim të rrugës të nervit, edhe me terapi barna. A ka operim, a bujnë operim për punën e nervit sciatik? Operimi është i fundit. Operimi është i fundit? I fundit është, po. E që se nuk ka zgjidhje tjetër. E kush e bën operimin prej neurokirurgat? Kirurgat. Qysh ndodh qysh mund të atë me çudi, a çon diçka pesh ose ndaj lëvizje shumë e vogël mund të me çudit e çaj problem? Te problemi ka shumë faktor. Po. Ki për shembull faktor që janë të pozitës, pozitës për një kohë që janë ullën, të punën zakonisht. Kur qëndrojnë 6 deri në 8 orë ullën konstant. Pastaj kemi problemet që faktikisht pesha trona, pesha më shumë se ç'duhet ose ç'e përballon trupi jonë. Te pjesa tjetër edhe ndaj traumë ose aksident, kështu. Që ka pas më herët. Po më herët. Mundet të ndodhë. A ka ndru trupi për shembull e njerit që 10 vjet e fundit të cilët janë in teknologjia që ka hi në sistem çaq shumë, sa që kanë problem njerëz me qafë tepër edhe a ka ma shumë të ri që tash që janë se përpara nuk ju ka dhim qatë shumë qafa njerëzve, dhe s'ka pas tash ka në stop që kanë dhimbje pimje të mëdhaja, nuk mund me livrit që ne kthejnë kryt.
A ka ma shumë, a u rrit ma shumë ky problem prej teknologjisë ose prej... Faktikisht do të vjetë e fundit, po është rritë shumë. Është një term që për klasifikan që të pjesë, po thirët teknik. Okay. Do thonë qafë teknologjike. Teknik, okay. Po, ata gjatë pozitës ullën, kur t'jon qafa e hup fleksibilitetin, e hup lordozën, kryot një si qafë e drejt, edhe kryot një farë si gungë, me thonë, pjesën e pasme tek qafa, cervikotërzale që shujna ne. Edhe në këtë mënyrë ajo shkakton pirje durve, kokëdhimbje, marramendje, jo fleksibilitet, lodhje të prume, sidomos kjo ndikon normal edhe pak stresi, ankthi e krejt të ajo pjesë. Po shumica, me thonë, u rrit jashtëzakonisht 60-80% problemeve janë bashkohore, do të moderne, teknik. Okej, para më në, dhe ka dalë edhe emri teknik. A ka për shembull edhe problem kur jena ul në çat pozitë, për shembull, sa është trupi i nevojshëm e rajt në një formë, në një pozitë, për shembull, jo 8 orë s'mund të në një karik, a duhet më uqu një 10 minuta me lëviz ose me bëu diçka që mos me a kina i këshill që njerëz mos me najtë në çat formë. Është e preferueshme të paktën çdo 30 minuta, çdo 20 deri 30 minuta më uqu me lëviz, me hec. Janë do ushtrime specifike që bohen sa i përket trajtimit qafës, që mos me pas dhimbje, ose rekuperimi, kur vjen deri tek ne, me konë shumë ma i lehtë. Janë metoda që duhet me përcjell konstant, për arsye se problemet zakonisht momentalisht janë bo shumë të shpeshta. Sidomos të trinj po vinë pej moshës 18 vjeçare, deri 60, 65, ka konstant me këto lloj probleme të qafës. Po trajtimi më i mirë është me zgjatje me ushtrime specifike, edhe rekuperimi bëhet më i lehtë tena. A i kishe propozu me shku far fitnesi njerëzve, ose me ecë, me dalë ngërminje, ose çka kishe propozu si mi ik asaj rutinës që po na shkakton dhimbje edhe qysh mi ambu, çfarë a me dalë me ecë, ma mira me shku me ushtru. Në qofë se nuk je aktiv, fitnesi metët një opcion, si ta themi, metët opcion jo primar për rregullim të posturës ose të qafës. Pse se faktikisht po tek pozita jote, ose se cilit pej njerëzve që janë në para kompjuterit për një kohë të gatë, fitnesi qata muskujt e ngurt që ti ki për gjatë sësoj pozite, të veç jetu shku të i rrit. Jo të i ndërtu në njërën ma të mirë të mënshme. Të jetë qatë postur, jetu e rrit, të me thonë posturën të njëjtën që shë ke pas. Po, që është të ngurt, që është të probleme. Me qato probleme. Kështu që fitnesi është i mirë, në qofë se ti e përmirësën pozitën të une, e jetën një stil tjetës, që e shmirë, edhe jetën me aktivitet të vazhdueshëm. Okej. A ka ndikim edhe në muskujt edhe nervat trupit edhe ushqimi, a? Po, absolut po. Absolut po. E që ke puna magnezave, këtyre gjanave që për shembull... Po, preferohet, normal se gjithmonë nuk mune me i marë. Kështu që ja mune me i marë artificialisht, magnez, zink, preferohen edhe ato. Një mon muskujve me... Po, pa tjetër shumë. Njëv, a ka na i sanë diçka tjetër që preferohet, për shembull, që më konë ma natyral, që me mujt me pi për me pas trupin ma të butë, ose muskujt ma të lëshumë? Po, mirë është më ushqy bio. Krejt mund është me marë për mes ushqimit. Jo në mënyrë artificiale, po me një kohë që petojnë, na po shumë problem. Për me marë në qofë se nuk po furnizohesh bio. Shumica po janë artificialisht që po mirën. Okej. Qka ke shumë mujt për shembull me fol, diçka që me mujt me ndru që për ty është mirë, atë kur njerëzit i kanë çto probleme, tash çelën punë më shumë, ama është edhe dhimbja është shumë e madhe, edhe gjatë procesit kur ju e bëni çat cena, ka pas ndonjë rast për shembull që s'ka mujt hiç mi përballu fizioterapisë, dhe me thonë s'po moj. Po, ka raste që s'po moj me përballu, për shkak se është pak një progres që është pak i dhëmshëm, në fillim, po gradualisht shkon duke u përmirësu.
po na për secilën e bëjmë një trajtim specifik, një plan program specifik, ja kushtojmë kohën tamam secilit pacient, miremi me secilin edhe së pari, tek ne pjesa kryesore është anamneza, i marrim gjitha dhonat, stilin e jetës, që si ka ushqy, si jeton, punën, çka ka mujt me orë deri te ky problem. Edhe ja bëjmë një diagnozë specifike, se shumica e pacientave që paraqiten me MRI ose me imazheri në klinikën tonë, mendojnë që ajo është e sakta, po ka prapavi adin edhe për mas imazherisë. Pse se vlerësimi të na bëhet më i mirë në mënyrë klinike. Imazheria veç na tregon diagnozën. E vlerësimin e bojnë ana në mënyrë klinike. Okej. Edhe tani e dini përafërsisht sa mundet me duru. E dim shumë më sakt, po. Sa mundet me i pas, çka probleme ka, e din këtë komplet edhe s'ki mu kërfa probleme na. Ama ka njerë që e kanë edhe dhimbjen pak ma ndryshe në matë s'mujnë mi qëndru që aty në situatave në se. A keni ushtrimet posaçme, a keni venin aty që për shembull vjen te fizioterapeuti po edhe do të mi bo disa ushtrime që shikon bone për shembull për komën, do të me ecë me. Ushtrimet janë specifike, secili ka ushtrimet me çash ngarkesë sa i duhet atij personi. Krejt varet prej moshës, prej fuqisë muskulare, gjitha janë në bonë në mënyrë specifike për secilin, nuk është asnjëherë e njëjta. E kom pa diçka në TikTok, se di rasisht as di kam dul, e pa është një farë ushtrime që pe mersh pja lidhin trupin poshtë dhe pe ngrehin trupin e njerit me një si lloj vinçi, edhe s'po di, po duket shumë e frekshme, a është e vërtet çaja që mundet me të stabilizu në bosht korrizor me të ngre muskujt ose me të një muq për nervin shajt tek shajsan? Ne nuk i përdorim këto metoda. Faktikisht për neve na i shku pak ma mënyrë pak ma moderne. Unë nuk... Se i komposht pak e frekshme, i vjerën njerëz realisht edhe i ngrehin që ashtu të... Është pak, po nuk mëj me specifikus, nuk mëj me... Se... Nuk mëj me jep në informacion saj për këtë kësaj pjese, se tek ne për shembull te pjesa e traksionit bëhet manualisht, zgjatja bëhet manualisht, lirimet bëhen manualisht, gjithçka bëhet manualisht, eksept aparaturave që përdoren në fund, se cila ka atë opsionin e vet për një diagnozë të caktuar të pacientit, po gjitha pjesa tjetër, pjesa kryesore që bëhet në klinikët e na bëhet mirë manuale. A i kishe për shembull, a i kishe propozu, ose këto banjat për shembull që janë me termal ujë që shkojnë i nxejnë komte, ase a janë të shnetshme për çatë formë për me të shliru muskujt? Po, kur kalon te një moshë e caktuar, po, vlen. Ja vlen me shku pak me bu një relax të... E sa una te këto në një muj. Është e mirë. Është e mirë. Veç a ki parë. Krejt bohen. Po, krejt bohen. Është një me punë që nuk e di as që shkollohen njerëzit për këtë sen. Për shembull, ndoshta pak a shumë na tregu si qysh ke zgjedh ti me u bo fizioterapeut. Qysh ka qenë momenti kur ti ke thonë unë po du më konë që ky doktor për fizioterapi? Faktikisht, mu matematikën s'ma ka doshtë kërë. Të drejtë, edhe isha kështu diçka, të isha mjekësi ma shumë, edhe fizioterapia më ka pëlqy se ka pos anatomi shumë. Unë jem pak kurioz kështu për natyrës, edhe jem munu me i specifiku senet, edhe jem detajist, edhe jem munu me detaje, mi shku se cilës prapavi më ka pëlqy, edhe pse është si profesion është pak iron, se dush me punu edhe fizikisht, po edhe psikisht, po është javlen, është shumë, për mu është shumë... A është fakultet kështu deri në kryet me, a ka shkollë të mesme, apo qësh është si... Ka shkollë të mesme, po ka edhe fakultet që kryet normal, bachelor, master, doktoratur. Po, edhe kurse në stop du të me... Trajnimet po, se po që ato të avancojnë mas shumë ti. Ato të ngritin nivel. A të kujtojt në i moment që, për shembull për një trajnimit që më nëshme në kallëzu që të ka befasu diçka që u konë interesant me trupin e njerët që të e dënë sot që ka, a kina? Trajnimet,
kisha me thonë se cila, pjesa kiropraktikës është shumë interesant, Po. pjesa osteopatisë është shumë interesant. Tjerat janë FIFA, një diplomë për FIFA-s është shumë interesant. Dhe aja ja vlejt shumë. Për sport. Për sportista, jashtëzakonisht shumë. Edhe këtu tjera që janë për problemet e zakonshme, qafës shpinës, probleme me nervat. Po. A është somatike, për shembull, që kjo, a është psikologjikisht që ndikon në trupin e njerit, dhe ju pihet trupi është prej trunit, që është ka i vjerë, për shembull. Shumica rasteve janë kështu, për shkak se kur kam stres, kam ankth, zakonisht muskujt e shpatullave dhe qafës shtrëngohen instinktivisht. Janë muskujt paravertebralt shpinës. Ta shumica bën të ngurtë për shkak stresit, të pamenazhueshëm. Edhe kjo masanej ju kushton bllokim të muskujve, kontrakturë muskulore, edhe bllokim, shtangim, mos lëvizshmëri adekuate. Nuk pret ditë mira, nëse nuk menaxhohet se cila pjesë. Se trupi si trup është i komplikuar, duhet me shumë me detaje, me përmirësu me detaje. Është që e puna qysh është edhe frika, dhe ankthi është një falloj frike që shtrëngon sikur se mu mbrojt për diçkafri që s'ekziston, edhe që aja për duket është stresi. Edhe për me punë e vështirë me u marrë me dhimbje në njerëzve, dhe atë ka ndodhur ndonjëherë me të kajt njerëz në klinik. Në klinik. Po ndodh shpesh. Prej dhimbjes kajnë. Kajnë, po, është normale, po është e menaxhueshme. Po. Është ne mundemi me detaje me shpjegu se çfarë ato bëu vazhdimisht. Jo me punu edhe mos me pas kontakt, ne jemi non stop kontakt me pacient deri në fund terapisë. E bojmë vlerësimin edhe sigurohemi që me dalë pa dhimbje. Po. E kini këtë moshat, apo s'ka në fatallime? Po, nuk ka fatallime. Jam prej bebave të vogla, kryesisht që vinë me tortikollis, është qafa që me një në non, dhe trajtohet tena. Pak ato kajnë, adin pak kanë... Dhimbjen. Po, thalon nuk e di. Deri te moshat e shtyra ka dhe 85 vjetë. Zakonisht të për shembull që po thu për bebat të qafat, e kam dëgjuar që edhe njerëz të vjetër fillojnë kukat me lshu. Edhe po forma kukat ju dhomë shumë ma shumë. Edhe trupi faktikisht ashti dobësohet, ose tash këtë që kjo fizioterapia ka të bëj me ashtin, a ka të bëj me muskulin. Edhe me cëllën ka ma shumë. Me krejt. Me krejt, a? Për çdo pjesë fizike e trupit njeriut, ka të bëjë fizioterapia. Okej, me këtë nyët ku i kemi të lidhë në... Kjo është shkencë. Në vete. Ja, është diçka që e studian çdo pjesë trupit. Edhe një mirëmbajtje për secilën pjesë trupit, një korrigjim. Okej. Shumë se interesant. Unë e ko marrë pak si ma të letë këta punë, kjo ku ka qaman... Tash u bo ta punë. Tash u bo taman punë. E për para shumë pak njerëz ka pas, për shembull unë para 15 vjetë, diçka që ashtu janë konë shumë pak njerëz që janë marrë me këtë punë. Qëtash ka çdo dytin vend ki njerëz që mirën me që janë fizioterapeuta. A të ndikon kjo në biznes ose në punë tua me pas ma pak ose ma shumë ose... Jo, punojmë njëjtë. Po. Tena nuk varet sezona ose diçka tjetër. Pacienta ka konstant, kërkesat janë masive, janë shumë të mëdha për trajtim fizioterapeutik profesional. Ne mundemi me kujdes me detaje, stash se cila e ka atë punën e vetë që e bën, normal që dallojmë se cili për tjetër. Nuk jemi gjithë njëjtë. A shkon kështu në përshpia për shembull se të thirrën? Në raste shumë tralla. Në raste shumë tralla kur ja vlen me shku për shkak kushteve ose diçka tjetër, po është në raste shumë tralla se klinika lyp shumë për kushtim për arsye se pjesa është jashtëzakonisht e madhe momentalisht. Okej. E kështu përpara ke shku, po më e kohë në për... Po, fillimet e mia, po. Fillimet e mia, po. A është ma vështirë me shku në për shtëpia me torth në shtëpi?
Njerëzit. Ma mirë është me thonë në shpe. Po. Se me shkutin në shpe i hup dikon 2 orë. Po. Dhe është një punë që se kom bo më t'iku në shpia, se faktikisht edhe nuk po pranojmë. Për arsye se ka shumë kërkesë në klinikë. Nuk po mundi me dalë bashkë me staf, kështu që nuk po besoj ka edhe tjerë kolegë që shkojnë në shpia dhe ja mundsojnë. Alten, faleminderit shumë që dove kohë dhe pak me na fol për punën e fizioterapisë, s'po di tjetër sa çka mëna me fol, kjo punë trupi, a den veç me mujt me ditë. Po çaj ju kishte thonë çush mu rujt bre njerëzit, veç më ju thoni diçka, mu rujt pak ma ul ma mira, çush mu ase veç një mesazh më ia dhon për trupin, çush mu kujdes për të. Se mu më tha që LGBT-a për nervin që atek tha është të kajtë trupi, Aj po lyp ndim. Po të nervi që atë e kënia, diskale ka kërkesë masive, se këtë probleme pashkohore, pozita ull, pozita jo e përshtatshme, problemet e qafës, problemet e shpatullave, gjitha këto, janë probleme pashkohore momentalisht, që janë kërkesat masive për këto. Po, saj përket korrigjimit pozitës, është pjesa më kryesore që mundet pas riposturë e trupit. Pjesa tjetër është qëndrimi ullë me shmangë sa më shumë. Mos me najt ullë për gjatë 6 deri në 8 orë. Do të paktën çdo 20 minuta, 30 minuta me lëviz, me hes. Të paktën në zyra ose çfarë që janë. Ne pas çdo trajtimi fizioterapeutik që ja bëjmë pacientave, ja u dërgojmë ne kisha me qujtë si lloj mirëmbajtje, sa janë zyre, ose çfarë do lloj pune që e bojnë, kanë ushtrime specifike që ja dërgojmë secillit për me majt posturën, me korrigju, me mirëmbajt. Se është ma jetike, është ma afat gjatë, që ose mirëmbahet. E qa menon për jogën, për shembull, si Yoga shumë e mirë. për çdo punën e zgjatjes është ma Yoga, pilates, javlen. po, janë ma Çdo aktivitet fizik është i përshtatshëm. Për shmangjen e dhimbjeve, për shmangjen e kontrakturave muskulare. Ja vlen. E punat se sa herë vijun aty, kur dal prej aty të thom, wow, më kanë qelë sytë, më duket sikur se truni me ma një farë oksigjeni ekstra në kry. A është e vërtet që mund më bloku edhe puna e frymarrjes edhe Po, se për shkak se nervat furnizohen edhe bazën kyçe kanë të oksigjenit. Momentin që i lirojmë na, të automatikisht ke trupi ndihet lirë. Frymarrja është shumë më e mirë. Se na punojmë me detaje, punojmë me probleme muskuloskeletore, i trajtojmë dyjat njëkohësisht. Edhe momentin kur dyjat e marrin ato që e kërkojnë korrigjimi posturës me terapi manuale, traksion, lirim, qaty për qaty kisha me thonë, për një kohë, është shumë ma... jo, si të shohësh adekuate. me herë keni shë ma mirë, atë që është për me edhe sytë ma ndryshe një kur të qomi prej atyt. Sa, për shembull, e kanë caktum problemi e cakton kozgjatjen e terapive, apo duhet që ka terapi për secilin sen, për shembull, problemin që e ka. Në klinikë të na, orë, ka veç të recepcioni. Okej. Do me thonë, nuk e kena kohë caktume. Okej. Ne miremi, kisha me thonë specifikisht me secilin pacient, e bojmë deri sa është e lejume mbrana normave që më kujdes për ta. Për shembull, zakonisht, ne mesatare kisha me thonë 50 minuta dhe 55 qatë. Përshirë masën e pajisjet që me marrin kohë pak më shumë, po kryesisht 55 minuta gjatë një pacient për më trajtu. Po. Këtë varet prej problemit. Tani sa seanca duhet të varet prej problemet. Po. Ama 55 minuta është një seancë. Po. Shumë gjatë. 55, 50, varet, nuk e kena është specifike, nuk është e caktume. Okej. Këtë varet prej problemit. Po. Varet prej problemit. Okej, Alten. Po vjen mirë që i erdhe, u kënaqëm më shumë që besoj që i kena cik do sana që kena mujt. Po. Ka shumë, është për me full. Po. Po.
ma mirë për asë se s'po di edhe une paka shumë ca po muna me të pyt qaq mu dasht që me ditë që me ardhe dhe me shku njerës ma shpesh të fizioterapeuti se kanë më uni ma mirë. Shumë ma mirë. Po. Ja vlenë është diçka që trupi, duhet më kujdes për trupin, faktikisht. Se trupi është po të lëviz pekina stop control, duhet me bo diçka për ta. Faleminderit. Faleminderit edhe për te.